Nderuar kryetar, të nderuar të pranishëm, lejoni t'i përshëndes familjen dhe miqtë e mi lart në galeri, si dhe gjithë qytetarët e Republikës Kosovës. Është hera e tretë, edhe shpresoj të jetë e fundit, që unë marr fjalën në këtë sallë gjyqi. Kanë kaluar më shumë se 5 vite nga fillimi i këtij procesi gjyqësor. Këto 5 vite nuk kanë qenë të lehta për ne, po as të parëndësishme për historinë e vendit tim. Megjithatë, le të shërbej gjithë kjo si një mundësi dhe shans i mirë për drejtësinë. Pas gjithë këtyre viteve, ka edhe një element pozitiv. Shpresoj se trupi gjykues ta ketë pasur kohën e mjaftueshme për ta kuptuar se lufta jonë ishte e drejtë dhe se pretendimet e prokurorisë nuk qëndrojnë. Në fjalën time në këtë sallë në prill të vitit 2023, kur ky proces sapo kishte filluar, thash se po përballesha me një akt akuzë të pabazuar. Sot pas gjithë këtij rrugtimi, rrjedha e procesit më ka dhënë të drejtë. Akuzat ndaj nesh janë tërësisht të pabazuara dhe të padrejta. Unë nuk jam ngritur sot këtu ta mbroj veten time, sepse këtë gjë din më së miri dhe e kanë bërë avokatët e mi. Nuk jam këtu as për t'ju treguar ju për drejtësinë, sepse ju dini më mirë se çdo kush atë. Unë sot jam këtu për të kërkuar nga ju që pikërisht ta ushtroni atë drejtësinë. Edhe pse kanë kaluar gati 3 vite nga fillimi i këtij procesi, prokuroria ka vazhduar të mbështetet në pretendime që nuk kanë bazë në të vërtetën dhe në një përpjekje të vazhdueshme për të njëllosur një luftë që në thelb ishte çlirimtare. Megjithëse prokuroria, që në fillim të paraqitjes së saj, të fjalës përfundimtare, deklaroi se nuk kërkon dënimin e shtabit përgjithshëm të UÇK-s, gjatë gjithë kohës që pati në dispozicion, shënjesër e saj ishte pikërisht shtabi i përgjithshëm i UÇK-s, ushtria çlirimtare dhe në veçanti qëllimi i saj, që ishte pavarësia e Kosovës. Madje krijoi përshtypje sikur vetë pavarësia po trajtohej si një qëllim i përbashkët kriminal. Në përpjekje për ta ngarkuar me përgjegjësi shtabin e përgjithshëm të UÇK-s, prokuroria mbajti qëndrime akuzuese si, citoj, shtabi i përgjithshëm kërkonte pavarësinë. Apo me tutje, shtabi i përgjithshëm deklaroi se nuk do ta mbështeste autonominë. Mbyll citatin. Është e vështirë të kuptohet kundër kujt realisht është ngritur kjo akt akuzë. Kundër nesh me pretendime për veprime konkrete, apo kundër nesh sepse luftuam për pavarësinë e Kosovës. Kjo mbetet për të vlerësuar nga ju i nderuar trup gjykues. Po aq problematike është përpjekja e prokurorisë për ta ndarë shoqërinë e Kosovës në dysh. Në ata që ishin për pavarësi dhe në ata që ishin për autonomi. Sikur të donte që me çdo kusht të krijonte përçarje mes qytetarëve të Republikës Kosovës. Për ta ilustruar këtë, po perifrazoj atë që prokuroria deklaroi në paraqitjen e provave javën e kaluar. Citoj: Shtabi i përgjithshëm kërkonte pavarësinë e Kosovës, partitë politike që mbështesin autonominë konsideroheshin tradhtare. Të nderuar, në Kosovë nuk ka pasur kurrë asnjë parti politike shqiptare që ishte kundër pavarësisë. Dhe rrjedhimisht asnjë që mbështeste ndonjë autonominë në Serbi. Të gjitha partitë politike shqiptare ishin për pavarësinë, ashtu siç ishte edhe vetë qëllimi i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ta paraqesesh mbështetjen për pavarësi si kërkesë radikale dhe autonominë si moderne, është një sulm jo vetëm ndaj historisë Kosovës, por edhe ndaj të ardhmes së saj. Sikur prokuroria përpiqet të na ndajë ne shqiptarëve mes veti dhe ta barazojë UÇK-n me krimet e Serbisë. Askush nuk mund ta bëjë asnjëra e as tjetrën.
lufta qlirimtare nuk mund të barazohet me shtesin vrasës të Serbisë. Ta barazësh rezistencën e një populli të shtypur me një plan kriminal do të thotë ta vendosësh në të njëjtin nivel rezistencën e të shtypurit me projektin e shtypësit. Ky barazim nuk është vetëm i pasakt, po thellësisht i padrejtë. Të përpiqesh të ndërhysh me qëllim në ndryshimin e fakteve historike përmes akuzave me pretendime të shtrëmbuara, është thjesht të përpiqesh ta rishkruash historinë. E historia e Kosovës nuk mund të rishkruhet, aq më tepër në një sallë gjyqi. Historinë e Kosovës e kanë shkruar me çmimin e sakrificës qytetarët e saj, luftëtarët e lirisë dhe dëshmorët e atë dheut. Kur Serbia dhe Miloševiqi vrisnin moshatarët e mi, helmonin nxënës dhe student, i largonin prindërit tanë nga puna, mbyllin shkolla e spitale, në ndiqnin për të na vrarë dhe zbatonin spastrim etnik e gjenocid, çfarë duhet bënim ne? Të mos reagonim? Serbia kur nuk e fshehu qëllimin e saj ndaj shqiptarëve. Në këtë sallë gjyqi, dëgjuam dëshminë e generalit Clark, i cili gjatë një takimi që kishte pasur me kasapën e Ballkanit, aja kishte deklaruar hapur qëllimet e tij për shqiptarët. Ne edhe gjithë opinioni që e përcillte atë dëshmi dëgjuam generalin e NATO-s, teksa tha, citoj: Miloševiqi më tha se e dim se si të sillemi me shqiptarët. Duhet vrarë të gjithë. Edhe ne e dinim këtë, sepse Serbia kur nuk e fshihte qëllimin e saj ndaj shqiptarëve. Prandaj pyes sërish, çfarë duhej të bënim ne? Ta prisnim radhën për të vrarë, apo të iknim nga vendi dhe shtëpitë tona? Asnjërin dhe as tjetrën. Prandaj duhej të rezistonim. Prandaj unë besoja se Kosova kishte nevojë për vetë mbrojtje. Kishte nevojë për njerëz të gatshëm ta jepnin edhe jetën për vendin e tyre. Kishte nevojë për dikë si që ishte Adem Jashari dhe ushtria shqiptare e Kosovës. Prandaj, unë ju bashkova Adem Jasharit. Ushtria shqiptare e Kosovës nuk u krijuan nga dëshira, por nga nevoja. Ishte reagim ndaj dhunës sistematike dhe mohimit të dinjitetit. Nuk ishte aventurë, ishte mbijetesë. Të nderuar, unë isha pjesë e një ushtrie vullnetare. 100% vullnetare. E përbërë nga civil, mësues, student, bujq, punëtor, prindër. Njerëz që u detyruan t'i marrin armet sepse nuk kishin rrugë tjetër. Në një pjesë të parashtrimeve të saj, prokuroria në mënyrë të çuditshme dhe në formë akuze, me cilësën si njëri person i afërt me Adem Jasharin dhe si organizator që gëzon të respekt. Nuk është e qartë nëse kjo është menduar si akuzë apo si vlerësim. Për mua, të qenit bashkëluftari Adem Jasharit është nderi më i madh që mund ta kisha. Po ashtu konsideroj edhe nder, edhe cilësimin si një nga themeluesit kryesorë të UÇK-s. Nëse këto cilësime shndrohen e akuza, atëherë problemi nuk qëndron te unë, por tek ata që i trajtojnë nderin dhe përgjegjësinë historike si faj. Po, kam mbartur armë. Armat për ne ishin mbijetesë. Shumë nga bashkëluftarët e mi kanë vdekur duke siguruar ato. Ne kërkuam ndihmë dhe armë edhe nga vendet mike, përfshirë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjë që është trajtuar edhe në këtë sallë. UÇK-ja nuk ishte qëllim tjetër përveç lirisë. Nuk ishte plane për të sulmuar civil apo kundërshtar politik. Ushtria Çlirimtare e Kosovës nuk ishte parti politike, ishte ushtri çlirimtare. Madje, edhe nëse lufta në Kosovë nuk të ndalej në qershor të vitit 1999 dhe do të vazhdonte deri në ditën e sotme, unë ende do të isha ushtarja dheutin.
Kuptohet, nëse nuk do të isha vrarë deri më tani, për çka gjasat ishin reale. Jam i bindur se bëm gjën e duhur. Edhe sot do të bëja të njëjtën gjë. Liria, paqja dhe demokracia arrihen duke u përballur me agresionin. Prandaj edhe NATO na mbështeti. Prandaj na mbështeten edhe vendet tuaja. Prokuroria në dosjen e saj përfundimtare kërkon dënime jashtëzakonisht të rënda. Aq të gjata saqë në thelb synojnë të na ndalojnë përgjithmonë kthimin në vendin tonë. Koha sigur do të kthehem në Kosovë tash e tutje varet nga vendimi juaj. Por prokuroria duhet ta kish kuptuar se kur do që të kthehem, unë do të kthehem në Kosovën e lirë. Në Kosovën për të cilën jam krenar, që i kam dalë Zot në kohën më të duhur dhe për lirinë e secilës kam qenë dhe mbetem i gatshëm ta jap edhe jetën sa herë që do të kërkohej nga unë. Në respekt të secilit për jush në këtë sallë, besoj se po të ishin vendet tuaj në rrethonat e njëjta me ato që ka përjetuar Kosova, do të vepronit njësoj. Jam i bindur se dhe ju do të luftonit për njerëzit dhe vendet tuaja. Ashtu siç kanë bërë paraardhësit tuaj, para se vendet tuaja të bëheshin të lira e demokratike. Gjatë luftës ndodhin shumë gjëra. Ka kaos, frikë, veprime individuale dhe dhimbje të akumuluar nga vitet e të tëra me shtypje. Lufta gjithmonë le pasoja dhe viktimat e saj. Pikërisht, këto viktima kanë nevojë për drejtësi të mbështetur mbi të vërtetën. Sepse drejtësia që nuk mbështetet në të vërtetën i lëndon viktimat për herë të dytë dhe shkatron vetë qëllimin e saj. Pas gjithë asaj që dëgjuam nga palët gjatë këtyre viteve, kërkesa ime është e thjeshtë. Që vendimi të mbështetet vetëm në ato që është provuar, jo në ato që është sugjeruar. Në fakte, e jo në hamendje. Në ligje, e jo në përshtypje. Jam besim plot se drejtësia dhe vetëm drejtësia do të na kthej na dhe neve që jemi këtu të akuzuar. Në fund, dëshiroj t'i falenderoj ekipet tona të mbrojtjes dhe në veçanti ekipin tim të udhëhequr nga Jeffrey Roberts për angazhimin profesional në mbrojtjen time, në mbrojtje të së drejtës dhe mbi të gjitha në mbrojtje të luftës sonë të drejtë. Por mbi të gjitha, i falenderoj bashkëqytetarët tanë që besojnë në pafajësinë tonë. Mbështetja tyre ka bërë që prangat që më kanë rënduar të mos i ndjej si barr. Veçanërisht kur ato prangat tani më nuk i rëndojnë Kosovës, ashtu siç kanë rënduar gjatë gjithë kohës sa ishte në nënpushtimin e egër servis. Thuhet se njerëzit që bëjnë diçka të mirë për atë dhëvën e tyre janë njerëz me fat. Duket se unë jam njëri prej tyre. Faleminderit.